Për sot do përgatisim kolagjen nga kockat e viçit. I kemi marrë kockat, i kemi larë, i vëmë të zjenj për kohë të gjatë për 5-6 orë, dhe mbasandaj lengun që del nga kockat e marrim e fusim nëpër forma, e vëmë në ngrirje, e nxjerrim nga ngrirja, e vendosim nëpër qesa ose në vaza qelçi dhe përdorim për supra të ndryshme, për gjellë të ndryshme. Të gjitha procedurat do i shohim përsëri një nga një. Tani i kemi vënë kockat që të zjenj. Kanë 4 orë që zjenj kockat, do i lëmë të zjenjë një 2 orë dhe mbasandaj lengun do e fusim nëpër forma të vendosur në frigorifer në ngrirje. Ka përfunduar zjerja e kockave, i kanë lëshuar komplet në ndyrën e vet, marrim tani lengun e kullojmë dhe vendosim në ngrirje në kubik. Tani si kemi kulluar lengun e mishit, e marrim edhe e zbrazim nëpër format e kubikëve. Këtë procedurë e bëjmë disa herë derisa të përfundohet komplet lengu dhe të përfitojmë këto kubikët me kolagjen. Tani marrim dhe kalojmë në ngrirje për një 2-3 orë, i heqim dhe vazhdojmë me lengun tjetër. Ja dhe lengu i mishit ka ngrirë, kolagjeni është bërë gati, tani i nxjerrim nga format dhe i fusim nëpër qese. I kemi gati për të përgatisim gjella të ndryshme dhe supra. E kemi përfunduar se hedhur nëpër kubik në ngrirje kolagjenin me kockat e viçit. Tani kemi futur në qese plasmase, kubik, e futim në akulli dhe e përdorim sa herë do na nevojitet për supra ose për gjella të ndryshme. Ishte kolagjeni që përgatitëm. Faleminderit që më shikoni.